Brenda datave 8 dhe 11 prill do të shpërndahet fleta e votimit për të gjithë emigrantët shqiptar në diasporë që janë regjistruar elektronikisht për zgjedhje parlamentare të 11 majit. Do të shohim se si do shkojë procesi i regjistrimit dhe i miratimit të listave shumëemërore dhe nëse ky proces do të shkojë normalisht në kuptim të afateve, ne midis fundit të javës parë të prillit dhe javën e dytë të prillit do të dërgojmë fletët e votimit dhe dokumentacionin tjetër zgjedhor për votuesit nga jashtë. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi garantoi siguri për votën e diasporës. Nëse do të ketë evidenca që vota në një rast të caktuar është rrjedhoje e shitderjes, e intimidimit apo qoftë edhe e demonstrimit nga dikush të votës në mënyrë publike se për kë ka votuar, do të ketë pasoja edhe të karakterit penal. Por a ka një mundësi të dytë për 48.000 aplikantët e refuzuar? Në këtë periudhë nga 9 mars deri në 12 mars, vetëm ata të cilët janë të regjistruar kanë të drejtë sipas përcaktimeve normuese përkatëse të kërkojnë të bëjnë ndryshime që lidhen me adresën dhe vetëm me adresën të dhënave që ata kanë në perë dhe asgjë më shumë. Më 12 mars do të jetë afati i fundit për dorëzimin e KQZ të listave shumëemërore të kandidatëve për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.